Çta janë 3 hapa që duhesh mi bë për me siguru WhatsAppin tënd? Jo diçka teknike, po veç përdoruesit po mashtrohen. Zakonisht ndodh kështu. Shkruan dikush, ta lyp një kod, dhe ti pa menu, veç e dërgon. Në atë moment, WhatsAppi jot kalon te dikush tjetër. Veç më e men, WhatsAppi kur sa kërkon kodin. As supporti, pa as shokt. Për me konë marat, aktivizo two-step verification WhatsApp. Hapim WhatsAppin, shkojmë të settings, opcioni i dytë është two-step verification, edhe keni opcionin turn on. Edhe këtu mundini me vendos pinin 6 shifror. Edhe opcioni bllokon numrat e panjohur. Tek settings, shkojmë të privacy, edhe te menuja para fundit advanced klikojmë, e kena opcionin block unknown account messages. E bojna on, edhe më nuk kena me mujt me pranu mesazha të tilla. Edhe një sen, ki kujdes për mesazheve ose emailave që duken zyrtare por nuk janë. Ato kanë ndryshuar vetëm një shkronjë në adresë. Duken të njëjta por nuk janë. Nëse si je sigurt për diçka, më mirë mos kliko. E këtë video dërgoja dikujt që klikon bashkë gjithçka.